Kush e solli Dorontinën është një nga romanet më të bukur të letërsisë tonë nga Ismail Kadare. Erdha vet Konstantini, alo, qëndroni vdekur, një nuk o qu. Këngën që vendos me volum më të lartë në makinë është kënga Si Ai. Thonë që Si Ai ka bërë 1 milion euro fitimesh, e vërtet? Është e shkruar në yje në fakt? Apo ti mendon që njeriu e shkruan më shumë vet fatin e tij dhe suksesin e tij? Unë çdo ditë i shkruaj 3 faqe të si të zgjona prej gjumit, çka do të më bjen nërmen. Se kjo të ndihmon me reflektu, ndihmon më kon shumë e vetëdijshëm për veten. Po ashtu nikosisht e ndal një kritik mrena që është entitet në trurin tënd në momentin kur krijon. Te ke vënë që kur je në dhimbje, nuk i ke gjithë njerëzit me vete. Në gëzim, në fest, në atë frekuencën e bukur të muzikës gjithë këndojnë, kërcejnë kur ti i suksesshëm. E vërtet. Njerëzit ju pëlqen fuqia e suksesit, duan të jenë afër. Po në fakt kur kishe ndonjë natë vetmuar të jetës tënde të vështirë, e ke vënë sa pak njerëz janë aty me ty dhe për ty? E vërtet, ju më kon me lot në sy kur e kom bo. Se ju më kon të i menu këtë momentet që kom menu që i kom pas do njerëz në jetë, po në fakt nuk ishin kon që ashtu që shko menu one. Në momentet vështira në jetë nuk shet dritë, e ki vetëm terë, duket që jemi një dhomë të vogël që nuk po mundesh me dalë për asaj dhome. Po pse bëjmë ne trauma bond sipas këngës me një person që është më keq se ai tjetri? Njeri e ndron veç, domethënë, formën e trupit, se është i njëjti person. Ti e takon të njëjtin person në trup tjetër, nëse ti nuk e merr mësimin. 8 vite karrierë dhe për ta festuar vjen një album i ri i cili quhet Genesis. Çfarë do të thotë ky titull? E kom pa në ëndër, në fakt. Në Afrikë kur jam kon. Një muj kom najt, kom meditu në Tanzani. Çfarë të dha Afrika ty përveç albumit? Qatë shumë më ka pëlqy sa që e kom marrë një afrikane prej Afrikës, e kom pru në Kosovë, e kom bo asistente. Ej, sa bukur! Si është versioni romantik i Dorontinës? Si jam shumë romantike, ma shumë jam avoidant. Do me thonë, se cila femën e ka atë idenë dhe imagjinatën e princit kaltër. Tash princin e kaltër, ata veç e gjeni trup, edhe ja vendosin që atë imagjinat. Ai nështë asë është heq për si kaltër, ai është nështë shumë ordiner. Kur e ke taku për herë të parë dashurinë? Që unë, dashurinë e parë edhe të vetë me njetë, më ka pas bo follow Justin Bieber. No! Të kanë tradhtuar në jetë? Fatkeqësisht kove të fundit u bo si norm, kështu më kon jo i sinqert, më kon manipulus për me më rriti qka. Një nga gjërat që më ka bërë përshtypje është për shembull statusi që bëre për Mimoza Ahmetin. Moza mendoj që është shembull shumë pozitiv që ka shku në atë format edhe u kon kohën e duhur, më kallëzu njerëzve që nuk është e domosdoshme me kon negativ, me kon manipulus ose mu përla, me bo drama për me më rri një jetë edhe me fitu. Kush e solli Dorontinën është një nga romanet më të bukur të letërsisë tonë nga Ismail Kadare, i cili rikthen me mjeshtri një prej legjendave më të thella të kujtesës shqiptare, asaj të Konstantinit dhe Dorontinës. Dorontina na ka ardhur sot nga Prizreni në Tiranë, po pa Konstantini, ka ardhur vet. Po. Erdha vet Konstantini, alo, qëndroni vdekur, një nuk o qu. Presim me herën tjetër. Që ti quhesh Dorontina, unë e kam marrë vesh shumë vonë. Apo? Po, edhe mu duk shumë e bukur që emri origjinal është Dorontina. E vërtet. Pa sa pëlqen emri i artit, Tajna. I ke të dy shumë bukur. Po faleminderit. Edhe më pëlqen shumë Dorontina, po kur jam bo artiste, po menoj fillim karrierës, ka pas shumë Dorontina në qarkullim, edhe kom dosh një pak që më dallon si një alter ego. Sa ashtu kena me lujt një rol të superstarit, kështu që pse jo me angjit vetit edhe një emën tjetër që është si ego tjetër. Shiko, Dorontina është një figurë që vjen nga miti, nga besa, nga mungesa dhe nga rikthimi, bëhet brenda kujtesës tonë kombëtare si një simbol. Vite më vonë, emri i kësaj heroine tu dha ty nga familja. Ishte një vajzë e cila do hynte fuqishëm në kulturën pop të këtij vendi për të bërë një epokë të vetën, se janë gati 8 vite që ti celebron një karrierë super suksesshme vetëm në ngjitje, dhe unë jam vërtet shumë e lumtur që ti je sot këtu tek podcast Team Inspire, që ke ardhur nga Prishtina në mes të kësaj agjende kaq të ngjeshur, se e di që ke promovimin e albumit tani sa afërmi, që është një pikë e rëndësishme kulmore e karrierës tënde, dhe dua të të them zyrtarisht që unë këngën që vendos me volum më të lartë në makinë është kënga Si Ai. E kam dëgjuar në të gjitha beach clubet
në të gjitha klubet ku ka mundur që të jem, nga Saint-Tropez në Mykonos, në Ibiza, deri në New York në Saint Barth. Ka përcjell momentet më të mira. Edhe jam shumë e gëzuar që Tajna bëhet play kudo. Është fantastike kjo se si nëpërmjet muzikës, ajo vajza që kishte lindur në qytetin e Prizrenit të depërtonte përtej kufive kudo në planet ku njerëzit duan të gëzojnë, të kërcejnë muzikën e bukur, që është muzika jote në këtë rast. Kështu që bravo Tajna, unë i dua trokas shumë vajzat e suksesshme. Shumë faleminderit, e vlerësoj shumë, sidomos kur vjen prej një gruaje të suksesshme si ju. Edhe është një ndjenjë e veçantë, është besoj dëshira e krejt artistave që më ju dëgju zonin krejt botën, edhe sidomos kur është në gjuhën shqipe që është edhe tjerët nuk e kuptojnë si gjuhë, po prapë se prapë ndjejnë energjinë e kongës, është hala ma emocioni fort edhe mirënjohje ma e veçantë, besoj edhe se nuk është veç unë që po dëgjona, po është që gjuha shqipe është diçka ma e madhe se unë. Edhe më vjen mirë se nuk ka qenë një strategji e sforcuar për të bërë një këngë hit në gjithë botën, çfarë nuk po bëjnë artistët sot, sidomos artistët e Shqipërisë dhe të Kosovës, që depërtojnë në një treg ndërkombëtar me të drejtë, duan që të kenë një copës qiell më tepër. Edhe mendoj që kur e nis karrierën nga Anglia drejt një bote të madhe apo nga një vend i Bashkimit Evropian, i Evropës Perëndimore, e ke shumë më thjeshtë, ndërsa kur nga Shqipëria e Kosova pushton gjithë botën, kjo është fantastike. E vërtet, për që ato është emocion shumë i veçantë edhe thash në gjuhën shqipe, sidomos se munësh edhe prej anglis, po munësh me kënu anglisht, jo në gjuhën shqipe, është shumë vështirë në një gjuhë që nuk të kuptojnë me tangu muzikën. Po menoj që sot për sot muzika çdo ditë më shumë po bëhet universale dhe nuk po ka shumë rëndësi gjuha, po ka rëndësi energjia që përqon në atë muzikë dhe ajo që po rezonon me energjinë kolektive. Fatmirësisht konga jam ka rezonu me një energji kolektive shumë të madhe, edhe jam shumë e lumtur për këtë sen, edhe shpresoj dhe besoj që nuk do t'jetë e para, ka pas edhe obsesioni mas një sukses shumë të madh, edhe mendoj që ky është veç fillimi në evoluimin tim artistik. Shiko, si ai në fakt ishte sukses para se Marshmello të bënte remixin. Edhe kjo është e bukur që kur flisa me menaxhmentin tonë dhe po i pyesja, më thanë që kemi qenë në një nivel klikimesh dhe para se versioni remixit bëj një orë për gjithë botën, ëh? Po, se njëherë në fakt ka shu viral në TikTok konga që e kom pas kështu solo, edhe pastaj shumë DJ-a ka nisë me bo remix. Po unë e njefja menaxherin e DJ Marshmellos, edhe si me thonë për këtë DJ-ave, u zgjodha ato për me po kongën, edhe i pëlqej një remix i DJ tjetër, që e bënëm bashkë tret, edhe pastaj the rest is history. Njëherë u konë konga por solo që u konë të hezë shumë mirë, mas ne edhe kjo tjetra, mas ne ju në konë me të njëtë nivel, po është muzika house që menoj që zgot ma shumë se amapiano, dhe muzika house është gjithmonë, si kongë të Inës në shtanat kohë që jënë konë hetë edhe halosot e kësaj dite jënë hetë se jënë dance music, e menoj që edhe konga si aj ka me vazhdu gjithmonë, se është shumë vibe edhe është timeless. I ke bërë ti nder Marshmello apo ai ty, apo të dy njëri tjetrit, ishte një win-win? Me njëri tjetrit e kena bos, edhe Marshmello nuk është që ka pos motin ai kongë që me gjithë respektin. Me të drejtë ai ka bërë gol. Diti që të spikaste. 2 onë, tamam që duhet me konë bashkëpunimi. 2 onë me përfitu prej situatës. Se mas ne ka bërë remix edhe Hugeli, edhe Mahmut Orhani, edhe Topiku bile është official remix që edhe me ato e kemi lancu. E këta tjerë e kanë bërë versionin e vetë, e kanë ndryshu pak në setet e veta që kanë performu në Coachella, Tomorrowland, edhe në festivalet ma prestigjioze në botë, edhe jam shumë e lumtur që konga si ai nuk ka dhez veç për shembull me thonë në botë, po ka dhez në vendet ma prominente, vendet ma elit të botës, edhe kjo do me thonë që është shumë kualitet, edhe jam shumë e lumtur që mu më ka ardhur kjo ide out of all the people in the world. Beson në Zot? Po. Sa është Zoti në suksesin tënd dhe sa është puna që ke bërë ti? Mendoj që është shumë faktori rëndësishëm edhe shumë faktori madh në fakt, se nëse s'don Zoti, ti mundesh me punu e mu lodhe, po nuk e ki kismet që thojnë, kështu që unë e kom pas kismet, edhe mendoj që e kom manifestu edhe kom punu, po munona mu kallëzu pak ma modeste ka njëherë, që me najt me kom tokë. Mos me thonë unë e bona, edhe alo shumicën Zotit.
Sot ka qenë dita e fjalës kismet, sa e çuditshme. Kam takuar një mikën time, një kolege të dashur që vlerësoj dhe po flisnin për fjalën kismet dhe i thash është një nga fjalët më të bukura, ha? Kismet. Nuk është shqiptare si fjalë, po është si më thën my destiny, ajo që është taks për mua është e imja dhe ajo që është e imja është e imja, s'ma merr dot askush. Koftë e shkruar mirë. Është e shkruar në është e shkruar. Në çet koftë më thojmë na. Është e shkruar në yje në fakt? Për ty? Apo ti mendon që njeriu e shkruan më shumë vet fatin e tij dhe suksesin e tij? Unë jetën time kom manifestu. Tash nuk e di a u kon manifestim, a u kon intuit. Po unë gjithmonë kom besu shumë vetën tem, gjithmonë e kom pas një bindje brenda vetës që unë kom e mri një jetë. Edhe këtë njerëz e kanë po, në fakt, kështu gjatë rritjes tem, që ka mendohet diçka e tillë, po jo nështë adejnë këtë pikë. Po unë e kom besu gjithmonë, bile unë kom besu edhe ma shumë se qa është të ndodhë tash, po pritet të këqyrim qa po ndodhë në të ardhmen. Shiko, the pak përpara shumë bukur që unë krijoj nga ego, krijoj nga dashuria, nga zemra, si është tajna kur krijon nga ego dhe si është kur krijon nga dashuria? Çfarë ta trigger ty krenarin në egon, ambicien? Nga ego krijoj zakonisht këngë që t'japin ma shumë kështu vetbesim superficial, këngë që janë ma hip hop, që janë ma komercial, po edhe ato janë të nevojshme. Arti është i supozuar të bëjë me një diçka, qoftë emocion negativ, qoftë emocion pozitiv, qoftë dashuri, qoftë vetbesim, qoftë me të bëu nervoz, ndoshta ta caron në ai këngë, se don hiç, nuk do me rëndësi ajo e ka kry punën e vet, është me trigger diçka, me të provoku diçka, një ndjenjë brenda vetës. Edhe unë mundona krejt çto emocione mi ndo, edhe pse jam shumë spirituale, edhe ego është pjesë shumë e rëndësishme e njerëzve, për që ato e kemi për një arsye ekziston. Kështu që edhe mos me pas ego nuk mundesh me mri një jetë. Kështu që edhe ajo mënona mi balansu dyat edhe mi shfaq dy anët e mia, dualitetin tem, se unë kam si monedha, dy anë, edhe anën romantike, emocionale, sensuale, femërore, jenë edhe yang, edhe anën tjetër që është ma masculine, ma ego-based. Lexon shumë për spiritualitetin? Mediton? Se më duket sikur lexon. Njerëzit që flasin për muzikën si një nivel shumë i lartë energjetik në një frekuencë ku gjithë vibrojnë, bukur. Është një përkufizim shumë i veçantë, që s'ma ka thënë asnjë artist deri tani. Unë meditoj, në kohëve të fundit nuk po meditoj shumë, ma shumë po bëj ushtrime somatike, bëj EFT tapping, po edhe shkruaj shumë, journaling, çdo ditë i shkruaj 3 faqe, që s'di sa vite, do me thonë i shkruaj 3 faqe, si të zgjona prej gjumit, çka do që më bjen nërmen, se kjo të nimon me reflektu, nimon më kon shumë e vetëdijshëm për veten, nimon edhe me po cili është cikli yt si person, çka po përsërit, çfarë mendime. Do me thonë e sheh një pasqyrë të vetës, edhe po ashtu njëkohësisht e ndal një kritik mrena që është entitet në trurin tënd në momentin kur krijon. Do me thonë të ndihmon edhe për kreativitet, po të ndihmon edhe personalisht. Faza ndryshme të jetës, kom pas momente për shembull kur kom pas nevojë me meditu ma shumë, edhe çato muj kom meditu. Është një fazë kur ki nevoj mos me bo kur gjo, veç me pushu edhe me kon njeri normal. Do me thonë, duesh gjithmonë me gjetë balancin, edhe në çdo fazë tjetës është diçka tjetër që të duhet. Kështu që unë kom lexuar shumë libra, po edhe eksperienca ato e lyp që të zgjimen e vetdijes, kom hek shumë për me arrit, po me kalimin e kohës e kom arrit menoj edhe menoj që ko hala normal, kom shumë hapa për me marë në të ardhmen edhe jam shumë excited e entuziaste për evolimin tem si person, se unë kom qef gjithmonë me ndryshu edhe gjithmonë me përjetu se evolimi është edhe arsyeja pse na ekzistojmë si qenie njerëzore, kështu që me evolu në çdo aspekt jetës është pse jemi këtu. Kështu që e ke gjetur ti qëllimin? Pse je ti këtu? Unë jam këtu për me bë muzikë, edhe për me i shëru njerëzit me muzikën tem, në çfarëdo lloj aspekti, ose për me i bë me një diçka, qoftë edhe jo shërim, po vetëm me u kënaq me muzikën tem. Edhe mendoj që kjo është profesioni më i mirë. Më the më parë që unë krijoj nga ego, unë krijoj nga dashuria. Në fakt e ke vënë re që kur je në dhimbje, nuk i ke gjithë njerëzit me vete. Në gëzim, në fest, në atë frekuencën e bukur të muzikës, gjithë këndojnë, kërcejnë kur ti je i suksesshëm. E vërtet. Njerëzit ju pëlqen fuqia e suksesit, duan të jenë afër. Po në fakt kur ke qenë ndonjë natë të vetmuar të jetës tënde,
të vështirë. E ke parë, e ke vënë sa pak njerëz janë aty me ty dhe për ty? E vërtet, në fakt, kjo edhe më ka inspiru për poezinë që e kom bote Konga si ai, është poezia para, vedia e ko emnin. Ja kom gjitë emnin vedia se është në fakt momenti kur unë jom vedisu edhe e kom një fjali që thëm, që më kanë bo edhe meme. I take my power back. Edhe ma kanë bo, I take my power bank. Po, me të vërtet, I took my power back. Edhe si ai është shembull edhe rezultat i qasoj fuqie që e ko marrë. Edhe në atë poezi ju më konë me lotë në sy kur e kom bo. Se ju më konë të i menu këtë momentet edhe momentet që kom menu që i kom pas do njerëz në jetë, po në fakt nuk ishin konë që ashtu që shko menu one. Do me thonë, ka njëherë jeton një ren edhe kupton që nështë shumica jetës tone u konë ren, pi aty në njerëzve që dalin të qysh që se pret. Tani nuk e kupton a jon konë këta gjithmonë kështu, apo ka ndryshu. Po kjo nuk ka shumë rëndësi, me rëndësi është prap se prap me gjetë vetën edhe me mu mundu mos me mbyll shumë zemrën prej njerëzve të tillë. Se pastaj tani me mburoja mund është me kriju vetës probleme për shkak njerëzve tjerë. Unë po mundona shumë me hap zemrën, po pas të gjitha atyre trauma me mendoj që pak jom izolu. Kështu që gjithmonë ka diçka për me shëru, gjithmonë ka diçka për me kuptu. Veç duhet me unlock that level. Shiko, diti që unë e kam zbardhur atë tekstin e poezisë këtu? Se më ka pëlqyer shumë ajo intro e këngës jaj, edhe do të citoj këtu një strofë që është strofa esenciale mendoj. Gjithë kësaj që ti po thua, mendja dho me zeze vogël pa dritare, smujsha me paqe dritën, ma ka vesh shpirti, kom bërtit me qetëzo që e shajnë, me qetëzo që e dojnë, në gjuhë tjetër ndoshta më kupton dikush. I take my power back. Shumë më pëlqen edhe mua. E gjitha kjo. U ka një moment ku jam konë në momentet vështira në jetë nuk shet dritë. E ki vetëm terë. Duket që jemi një dhomë të vogël që nuk po mundesh me dalë për asaj dhome. Po në fakt drita jote që nuk peshe, nuk e shes se është drita e shpirtit. Edhe këto njerëz nuk e shohin kur janë të kalu momentet të vështira në jetë. Edhe qaq shumë jom një e keq kuptu me në karrierë, jom një e keq kuptu me një jetë përditshme në momente të caktuara, sa që s'kom ditë qysh me e spjegu vetën, edhe kom thonë, në gjuhë tjetër nështë ta më kupton dikush, se s'm kuptoj ke kërkosh. Edhe kom dosh me marrë vetën dorë, se kur s'kupton dikush tjetër, ti dush me bo diçka për vetën tone. Edhe unë e kom kap vetën dorë, edhe kom bërtit I take my power back. Që do të thot në Shqip? Në Shqip përkthehet, unë e marrë fuqin tem. Brapsht. Edhe unë e kom marrë fuqin tem brapsht, se fuqin gjatë jetës ja jep shumë njerëzve, ja jep ku fokusohesh që ajo rritet. What you focus in grows, është një thonja angleze. Edhe kur ti fokusohesh te vetja që thash më herët për moto, atëherë ti e merr fuqinë tone. Edhe ti kur e merr fuqinë tone zbulon një kreativitet që nuk e ke ditë që e ke pas më herët. Edhe krijon këngën si ai. Si ai. Po pse bëjmë ne trauma bond sipas këngës me një person që është më keq se ai tjetri? Po trauma bond është tani një histori tjetër shumë e gatë. E vërtet se momentet vështira tani ka një herë mundesh më kon shumë vet momentet vështira, po e ki një person që është aty për ty. Edhe ti automatikisht sistemi yt nervor e lidh atë person me shpëtimtarin ton. Edhe ti nuk mundesh më pa atë person. Do të thonë momentet e tua të mira, të vështira e ki si zonë të rahatis atë person. Edhe kjo është trauma bonding. Dgjoj, ti shkove tek ai që ish më keq se ai, më i zi se ai, që thoshte më shumë rrena se ai. Sepse o përsërit cikli. Do përsërisë ciklin e trauma bondit, nuk dije, nuk e kishe kuptuar mirë veten apo si? Ciklet përsëriten se nuk e kupton që po jep ma shumë se që po merr. Edhe nuk e ke kuptu vlerën e vetës, edhe nuk edhe pilejon njerëzit me t'i kalu kufit. Atëherë përsëritet cikli. Edhe njeri e ndron veç, do me thonë,
formën e trupit, se është i njëjti person. Ti e takon të njëjtin person në trup tjetër, nëse ti nuk e merr mësimin. Ke mësuar të vendosësh kufit shëndetshëm? Po, kom mësu, me vendos, kom halo hapësirë për përmirësime, po goxha jom përmirësu, edhe jom shumë krenare me veten, edhe po njëna ti për relieved. Kur ti përfundove tek postimet e Neymarit, Kylie Jenner, nuk e di, më duket e gjithë skuadra Interit e ka ripostuar si ai, ku di që këtë FIFA gjithë FIFA do në Hollywood, do aktor italian, do me thonë shumë mirë se I can't keep count anymore, se shumë njerëz, po të gjithë që thash konga ka shku viral te elita, te ojka e popullsisë në botë. Kështu që kjo është një ndjenjë halo ma e veçantë se po më vlerësoj njerëz që veç janë të vlerësuar për ato që e bojnë, edhe kjo ka kuptim halo ma shumë për mua. Thonë që si ai ka bërë 1 milion euro fitimesh, e vërtet? Jo. Ti paguhesh nga DJ që e bëjnë play ose që e bëjnë remix versionin e ri të kësaj këngë, remake-un? Po, në fakt, janë distribuime, janë publishing. Publishing rights është kur drejtat autorit. Në momentin që ti je tek shkruasja ose producenti ose këngëtarja një këngë, janë ndarjet e përqindjeve të caktume që njerëzit për shembull kudo që e vojnë këngën nëpër botë, nëpër diskoteka, nëpër restorane, ndoshta nëpër festivale, këta DJ-të të ndryshëm, sa herë që ata e vojnë këngën, ty të numërohen të ardhurat. E ke nisur me kolumbiana 80 milion klikime që në fillim është në fakt vërtet fillimi i mbar, gjysma e punës. A ke qenë ti një projekcion i Zotit që në fillim të godisje në shenjë direkt edhe kur ishe nuk e di sa vjeç ke qenë, 20 vjeç, 21 vjeç? 20. Po, me këngën e parë në fakt ka ndryshuar gjithçka. Edhe pse unë jo mundu normal 2 vjet për para për me mrit ajo pikë edhe derisa e kom gjetë këngën e duhur për me depërtu u kon një farë sfide në vete, bile ka pas momente që kom dashur të dorëzu se është sfiduese industria e muzikës edhe njerëzit, llojet e njerëzve që janë në industritë të muzikës ta bojnë më sfiduese, në fakt për artistin sidomos. Edhe kur e kom vendos kolumbianën, në fakt jam kon në Tiranë edhe u kon nota e parë që e kom lancu edhe dola në blok, po e dëgjoja këngën gjithandej. Çdo makinë e kishte këngën sfond, edhe kërkush nuk më njeh atëherë. U kon ndjenjë tepër e veçantë një javë nuk pata flajt në gjumë prej gëzimit. Edhe gjithçka më ka ndryshuar shumë shpejt, po mendoj që e kom menaxhuar shumë mirë edhe se jom kon shumë e përgatitme, mu ka dok që okej është çka është ndodh, se unë jom përgatit të jetën, kom imagjinu, kom daydream, se jam shumë daydreamer, kështu si person, edhe të jetën e kom prit atë moment, edhe jom kon shumë gati, për gjithçka. Është pak e rrezikshme se sistemi nervor mundet mos me ta përballu tonat presion që e kom pas, se për 3 vitin e parë, menjëherë si kom dal, ka pas shumë me thonë, thashe theme, shumë intriga, shumë drama, jo disi, jo ajo, jo kjo, edhe për një me mundën me ndiku keq me një person, po mendoj që këto librat që i kom lexuar meditimi edhe wellness things që i kom bo, më ka nimu shumë për me përballu edhe mendoj që ja kom dal goxha. Më kalon pak trauma, me të kallëzu drejt, kështu nuk është që është që shmenoj njerëz gjithçka. Pse tash kom arrin këtë pit vetdijes është gjithçka në rregull, nuk është gjithçka në rregull, prap jeta vazhdon, është e pa evitueshme me të ndodh problemet, me të ndodh stresi, me të ndodh sene në jetë, po qysh tash edhe më herët është qysh i merr. Edhe çdo herë më shumë unona mi marr me sportivitet senet. 8 vite karrierë dhe për ta festuar vjen një album i ri i cili quhet Genesis. Çfarë do të thotë dhe çfarë personifikon ky titull, ky emër? E kom pa në ëndër, në fakt, në Afrikë kur jam kon. Jam kon pushime dhe janë nisa muni fajtore që po pushoj. O zot vdes për këto ëndrat që vijnë në vende të çuditshme të planetit ku ne jemi për një arsye, ha? Edhe kom pas shumë nevojë për atë pushim, se kom pas nivel intensive shumë edhe Sunny Hill edhe prej se ja kom nis me si aj kur nuk jom nalë mo. Po pse unë djeva në faj që po pushoja? Se nina shumë faj kur ja nisi me pushu shumë. Më doket që jom të hub kohën kot edhe si jom të është
traumë edhe kjo që duna me punu. Duhet me punu për këtë punë. Se është bukur me punu për t'jetu. A din qysh, na menoj që jena rrit me një kulturë që duhet me punu shumë, work hard, play hard. Unë jom rrit me që si këshilla. Edhe fjalimet motivuese që i kom ngu kur jom kone vogël, jom kone kështu never sleep, tash gjenzia nuk i kanë këto. Këta jeta fundit me naj TikTok, naj sen me mujtë me morën me nxerë naj pare, TikTok si influencer, perfekt. Po dhe pak slow life duan, që të shjojnë të knaqen. Mas 5-ve as nuk përgjigjen telefon se s'jom të punu, thë. Hedonist, dëgjoj, i ka erdhë një moment që thua tani, I deserve, unë meritoj? Unë e meritoj me pushu, po kush me milion truni nuk më lën. Mas një ove ja nis prap, që bën diçka. Edhe nejse, e po shondrën për albumin, edhe tash është koha me kriju një album, po nuk kom dosht me ajo vetë qatë presion, se momentin që unë thëm, tash na kena me bo një album edhe duhet me bo kongë qështo, për me bo hite qështo genre, strategji nuk dojsha. Nuk i kom tregu kërkujt që du me bo album, as ekipës, veç menaxherës te. Edhe nuk kom dosht, i kom thonë menaxher Rinës, i kom thonë mos ma përmen në këtë kuptim. Nështë album, se po është në ndër, po mos ma bën qatë presion që aje të bo qitë konga, si dihet, nështë nuk del album heq, e lo krejt këtë punë, se e kom shumë problem presionin, ma blokon këtë kreativitetit, unë kom qef me kriju kër jam pache, kër jam mirë, nuk jam për atë në poetave të dhemshëm depresiv që dojnë me kriju veç në dramë, unë e kom nevoj mas dramës, kur të kryu drama tani, tani mëj me kriju, edhe ja nisa, do me thonë me pununa drejtim, edhe nuk e lash vetën qetë, po, rrjedhe, dull një kong, dull tjetra, edhe... Po çfarë të tha Ëndra, kam kuriozitet të di? Ëndra tha që duna me bo një album. Kush doli aty në ndër? Çfarë ndodhte në filmin e Ëndrës tënde? Me të kallëzu drejt nuk më kujtohet. Thjesht mbajte mend kur zgjove që duhet duna me bo një album, edhe duhet me pas emrin Genesis. Edhe mas nej, ja nisa me punun kështu subconsciously në qatë drejtim, edhe ja nisa me mbledh kongë që thojnë. Shkova në studio në Gjermani, kom punu me Mixin. Mixi është njëni për producentave që ka punu mas shumë të në album. Ai punon dhe vepron në Prishtinë, është njëni për producentave më të mirë shqiptar. Në Gjermani kom punu me Jugglers, dhe ata janë për producentave më të mirë në Gjermani. Po ashtu kom punu edhe me Elajin. Elaj është artist edhe producent, po ashtu edhe me një producent brazilian që e kohem një DJ Win, se dojsha me pos laramani të zhanreve edhe të stileve. Çfarë të dha Afrika ty përveç albumit? Ma ka hop pak zemrën edhe më ka bo ma shumë me kom tokë, këto e po mënyrën e jetesës që e kanë edhe so a dish më do këse para luftës në Kosovë, jonë kënë ato shpijat me qereq, si i thoni ju, me balt edhe me qerpiç, me qerpiç në mdoket, nuk e di. Edhe jetonin me një environment tepër modest, me thonë, keq. Edhe ishin qaq të lumtur, do me thonë, kur desha unë me motor, desha zakonisht, më njekshin për mas fmit, edhe këtë lumëtër që po më shojnë, t'jepshin tepër shumë dashuri, edhe më kanë japë shumë ngrohtësi edhe shumë grounding u konë, edhe kom pas shumë nevoj, menoj që një muj kom najt, kom meditu në Tanzani. Sa bukur. E ke parti se sa afër duket qielli në Tanzani dhe si numërohen yjet aty? Shumë bukur. Nuk më ishe as aparate, nuk i bëjke drejtësi asaj pamje. Ku jetove një muaj atje? Kom shku në Zanzibar edhe në Serengeti. Kom taku edhe fisin Masai. Yes. Ata do me thonë një komunitet që jetojnë larg civilizimit edhe qaq i kom shti me kënu kongën si aj, ata për bëshin një farë valzimit vetë, një kongës, po di, i kishin ato ritualet, ceremonit e veta, edhe ata donin me ma këndu një kongë, se me nëzit preshin me ardhë musafir dikush, që ata me pos një aktivitet gjatë ditës, edhe thash, ju ma këndoni kongën që po doni ju, edhe unë thash ju këndoj kongën tem, edhe kërcejmë zbashko i bëjmë qa video për TikTok, ata tham po.
Nëse na gjuhën e vet ja përkthej guide jon se unë ata s'dishin as anglisht, nuk ata më këshirshin mu si alien, ato qikat e vogla ma kapshin dorën, kështu si të e këshirë shumë kon një ndjenjë, një eksperiencë e re, se në Evropë jena psu pak me udhtu. Qatë shumë më ka pëlqyer sa që e kom marrë një afrikane prej Afrikës, e kom pru në Kosovë, e kom bo asistente. Ej, sa bukur! Tani mas ne e kishim një asistent aty në hotel që na ndihmoi, kem ka pëlqyer shumë edhe e kom marrë në Kosovë. Bile që tash ka ardhur, javën e kalume, se me nxi ja bënëm letrat, ama ajo po ma kujton tash, po ma jep një ndjenjë qasaj kohë, po ma kujton. Sa herë pesho tash në për Kosovë, po më kujtohet që ajo ndjenjë. Do me thënë i ke dhënë dorën dikujt që jeton në një copës bote ku shumë bukur të jetosh si turist, po je shumë izoluar që të bësh një jetë normale. Ajo është shumë e lumtur që ka ardhur në Kosovë, do të thonë është një më e lumtur në Kosovë mendoj për momentin. Po doja të të bëja një pyetje lidhje me Afrikën se them ajo kënga Counting Stars ka një varg që thot do doja të numëroj ajo dollar, por yje. Sa e rëndësishme është për Tajnën të numëroj në fakt yjet dhe jo dollarët? Dhe sa e rëndësishme është numërosh dollarët në këtë? Yjet. Se Afrika t'jep disa leksione për këtë. Natyrshëm. Unë dollarët me të kallzu drejt, me të kallzu shumë drejt, jo që po bona kështu që unë nuk i këshyri parët, po për ne nuk e kom pas kur primare. Asnjëherë nuk kom bo kur gjë për me bo pare. Gjithmonë i kom bo për ndjenjen, për motivin, për entuziazmin, për emocionin që ma ka dhënë që ajo punë ose çka do qoftë. Kështu që unë gjithmonë i kom numëru yjet, edhe vazhdoj me numëru yjet, edhe do vazhdoj të numëroj yjet, se lek të vinë kur i numëron yjet. Dua të vlerësoj aspektin tënd human, edhe pse ti je shumë modeste, edhe nuk do ta ekspozosh shumë, se bamirësia patjetër fisnikrin këtu e ka, që të mos flitet, po ke krijuar një fondacion që mban emrin tënd, Tajna Foundation, dhe je kaq e re, ke mbushur ende 30 vjeç. Në shkurt të vitit 2025, përmes tij ke dhuruar mbi 25.000 euro për krijimin e një laboratori për gazetari dhe podcaste, podcast, në Fakultetin e Filologjisë. Në dhjetor të 2025-s vizitove edhe një qendër të moshuarve dhe realizove donacionin e dytë brenda vitit dedikuar brezit të artë të moshuarve. Ke zgjedhur që përmes fondacionit tënd të kthesh në mbështetje konkrete për të tjerët gjithçka që ti posedon, dashurinë tënde njerëzore dhe pastaj patjetër një fond financiar. Si lindi kjo nevojë brenda teje? Ndihesh e dobishme, ndihesh e lumtur? Gjithmonë kam pas dëshirë me kontribu, me me give back to people, to my fans. Edhe artistat menoj që na kena qatë shumë influencë të madhe, edhe qatë shumë përgjegjësi, që nuk e kena veç për me bo kong për vete dhe me marr pare. Menoj që këtë artistat duhet me bo ma shumë për komunitetin, se veç mu marr me veten e vetë dhe me po më dhezi konga, po ma dojnë, po më dojnë, s'po më dojnë. Edhe na duhet mi dasht për një me. Jo veç me thonë edhe unë i dua fansat e mi, po mi dasht. Qysh i dan me vepra. Edhe unë kom dasht, sidomos media u kon, shme thonë, ajo që më ka dhonë hapësirë me ecë për para në karrierë. Do me thonë, kur kom dalë fillim mediat, ju në konë të bombardume me lajme për mu. Edhe kom dasht mja u letësu gjeneratës tarshme të moderatorve në Kosovë punën me pas teknologjinë ma tre, që ata me mri sa ma nalt edhe mu zhvillu sa ma shumë edhe sa ma mirë, se normal me kushte të vështira është vështirë mu zhvillu. Sa do që ki dëshirë dhe vullnet është ma vështirë. Po, ka njëherë edhe kushtet e vështira të bojnë edhe ma të fort edhe ma të dobishëm edhe ma profesional edhe ma gjithë shka, po shpresoj që nuk kanë mu lazdru ata që në atë fakultetin edhe kanë me mësu edhe kanë me shfrytzu sa ma mirë ato kushte që i kanë, edhe mi vlerësu. Edhe me moshën madhore me pleq që kom shku, dyqysh gjithmonë jom shumë empatike. Edhe pleqt kur i shoh, edhe fëmit, po sidomos pleqt, më dhimën shumë. Sidomos në për shtëpiat pleqve, dyqysh ma jope një farë një farë vetmije që e kanë edhe nuk më bën shumë unë i mirë, kom qef krejt kisha një mu, me pas mundësi. Po, nuk e kom mundësin, edhe qato mundësi që pikam, po mundona me shfrytzu. Kjo është veç fillimi i fondacionit, vitin e kalume kom qelë, se jom bo edhe e pavarër si artiste, ma herët nuk e kom pas mundësin. Tash kom mundësi me bo qka duone, kështu që kom e vazhdu me give back to people. Jam shumë kurioze të di se si është versioni romantik i Dorontinës.
Versioni romantik, se di shumë, si jam shumë romantike, ma shumë jam avoidant, ma shumë jam edhe pak realiste, kështu, nuk është që menoj që dashuria është ma shumë psiqike, se që është ndjenjë qyshe kanë sim, që është mite që dashuria është nuk mundesh me kontrollu, unë menoj që mundesh me kontrollu, nuk më ka ndodhur kurrë, nështë përse ato nuk di me ta spjegu sakt, po menoj që është mësohesh me qatë person, është edhe ja bën pak vetit, ja shtentru që e menon ton kohën, edhe bëhet pak si një lloj obsesioni, i kombinum pak me sistemin nervor, pak me do trauma, pak me do imagjinata, se femnat menoj që jën rrit me pralla shumë. Them drejtën. Princi kaltër, princesha pështon veç nëse princi vjen me pështu, nuk pështon vetë, do me thonë kur princesha. Edhe kjo pak i ka programu vajzat me mendu që ka nevoj për një shpëtimtar, për një princ, që nuk është e vërtet. Princi dhe princesha gjithmonë është brenda vetës. Kur te rrin me një pik, kur nuk ki nevoj për me të shpëtu dikosh, atëherë je ma i lirë, do me thonë je free, që atëherë je free. E kur ti ki nevoj dikush me dasht, kur ki nevoj dikush me dhon dashuri, ose me dhon vlerësim që ti muni e vlerësume, tani është shumë e rrezikshme, se njerëzit zhgënjejnë edhe dëshprojnë, edhe ti kur t'ja jep qatë fuqi dikujt, dhimbja mundet me konë shumë e madhe. Po ti prapi asaj dhimbje, mundesh me gjetë, e ki edhe një shans me gjetë vetën. Edhe duhesh me lyp qatë shans, se ndodh, mundesh me, është mirë me përjetu emocione ndryshme, me përjetu jetën, me përjetu çdo emocion, është mirë edhe dashurinë me përjetu, po duhet pak edhe me logjiku, se tani është vonë. Aden mundet mu bo vonë, mundesh me përjetu senet që nuk i pas nevoj me përjetu, edhe me kalu senet që traumat që nuk i pas nevoj me përjetu, për shkak se ti, në mendjen tone, e ki pas një imagjinat që ja ki vendos një personit që nuk është taj personit që ti mendon. Do me thonë, se cila femën e ka atë idenë dhe imagjinatën e princit kaltër. Tash princin e kaltër, ata veç e gjeni trup, edhe ja vendosin që atë imagjinat. Ai nështë asë është heq për si kaltër, ai është nështë shumë ordiner. Po ty doket që është princi kaltër për shkak të traumave, për shkak të besimeve, për shkak të dëshirës për më konë e dashtun. Po jep shumë power, gjithë vajzave që ordinerët mos i shikojnë princa. Po në fakt, që ajo dashuria, që këto se din, që dashuria që ti e nin për dikon tjetër, është dashuria jote. Që ajo është dashuria që ti jetu e një. Nuk është të ta shkaktuaj tjetëre. Ti ja ki bo vetës me një për qatë person. Edhe projekton të kaj. E projekton. Si këtë mendimet e tjera, edhe dashurin e projekton. Që ajo dashuri je ti. Që atë dashuri më nëshme një edhe vetë. Po pse thuaj që je avoidant, evituese? Pse thuaj që se kam përjetuar ende dashurin? Se di pse mu më doke që është ma shumë për me të mësu njetë, për me të rritë, si kretë marrëdhëniet e tjera me njerëz. Po kjo është ma intenzive, se ka lidhje hormonale, është pak ma intenzive se lidhjet e tjera. Po, fund ditës, është transfer e energjisë, edhe duhet me pas shumë kujdes me konë po transferon energjinë, se mund është me marrë trauma që si janë tuat. Edhe përsa ato duhet me pas duhet më konë shumë i vedeshëm kujt pjanë gjatë qatë epitetin e princit. Pra, sa ata që thonë që seksi është diçka tjetër dhe dashuria është diçka tjetër, harojnë që edhe gjatë seksit është një akt shkëmbimi energjetik ku marrim trauma dhe të mira të tjetrit. Easy, po nuk është s'është kaq transaksionale. Edhe ky barazia gjinore që thonë që po djemt pikan për shembull 10 goca që po foljen edhe femna duhet, atë s'është problem. Okej, nuk po them që du me gjyku se nuk është problem për ne me. Po është problem në aspektin energjetik. Ti jetu lik energji, edhe jetu liru shumë energji, edhe jetu ja dhon njerëzve që nuk ki asne benefit për asaj pune. Kur e ke taku për herë të parë dashurin?
Edhe pse ti thua që dashurinë e vërtet madhe mendoj që se kam përjetuar ende. Unë mendoj që dashurinë më të pastër që kom është me Justin Bieber. Kom rënë konkludim bile, çtash në Coachella që kom rënë konkludim që unë dashurinë e parë dhe të vetme në jetë e kom Justin Bieber. Vërtet? Edhe mu ka kthy prap. Mu ka kthy prap, s'di që shdu mja bo kësaj pune. Dëgjo, bë ka cikli dashuria dhe kthehet prap. Po, unë kër e kom dash Justin Bieber, e kom dash pa kushte. Nuk kom prit aja as me ma kthy mesazhin, as nuk kom prit me bo diçka për mu, unë e kom dash ato si person, si artist, do me thonë këtë historinë ja di tjetës. Unë me ndën time, në klas 6, jam kon, do me thonë në lidhje në tardhme, të isha, mëre, atua merë, kjo 94, shunë 96. I bëjsha logaritje, se isha kur tritna, nështa kjo, nështa, zot. Edhe mas nej, kom pas qelë një Twitter, edhe kom pas një fanpage, si ta shfonca të mi. Edhe di që shnihen. Edhe më ka pas bo follow Justin Bieber. No, nuk e besoj. Po, se unë e të nditën ja kom që shtojmë në Kosovë falë shprej, ja kom tesh. Që të me thënë ja kam tesh? E kom lodh. E ke lodh. E kom lodh, i kom shkru të nditën, edhe dikur zaru lodh, aj. Tha, di që ka pja bëj follow se s'po kry ka kjo, s'po nallet. Po mishtë ka parë si stalker të pak, të ka dash me ta knaq këtë kërkes. Po, edhe pa bëni follow, edhe tash unë e mon shkova në shkollë s'prek shanë tokë, ma ka bu follow Justin Bieber, që atëherë më konë ma e lumë të rambot, do me thonë jona për momente me ma të lumë të ratitës teme, u konë kur ma ka bu follow Justin Bieber. Mas ne edhe krejt këto fansat e tjerë, pa ta bo një komunitet, një shoqni shumë të madhe, fansave të Justin Bieber, që jetojnë Amerikë, jetojnë gjithë ka në përbot, se është komuniteti fansave gjithmonë, edhe na u shoqnejshim me një tjetrin, falshim për ta, se na lidhke, edhe gjithë ditë mas shkollës, unë hisha në Facebook, edhe të nditën falsha me ata. Për që ato edhe kur shkaj në Amerikë, e kuptoj sarkazmen, i kuptoj çdo sen se unë në fakt i kom pas një jetë dyfisht. Wow. Kom jetu në Kosovë, edhe mas dite, mas shkollës kom jetu në Amerikë, në trunin tem. Wow. Edhe pak delullu jëm konë që thash, pak daydreamer, po menoj që delullu më ka funksionu gogja. Nuk beson që ka disa grimca më të shpejta se vetë shpejtësia e dritës dhe gjërat ndodhin para se të ndodhin edhe ku e dim në një tjetër se shlidhe ke pasti me këtë Justin Bieber. Po se dihesh, duhet me pas një connection se s'ka mundësi me pas kështu të pa njoft njerin. Mu më doket që e një, nuk e di pse më doket që e një. Po e di që edhe shumë fans e tjera e kanë që të mendim, kështu që nuk e di a është që kom pas connection apo është veç. Po prit se ti si e thesh fanse, nuk e thjesh fanse, ti je një homologe tjetër në një vend tjetër të botës edhe bën një gjë që ai bën, nuk e di mbase muzika vibron në një frekuencë X ose kodi gjenetik parashikon që mbase një ditë takojnë. Për të parë çfarë ndodh në të ardhmen. Ja do të bëj një pyetje unë, nëse Hailey Bieber i thot çfarë po të lë. Ç'ndodh se ti the që unë e pash dhe mendoj që sërish Këshore, adem ka njëherë është mirë mës mi taku shumë idollat e tojnë, se edhe po thëmë, ku me di që ka përjetuar në këto vite, e thash mu marrë unë me problem. Ke frikë me u ballafaqu me të vërtetën, ha? Po, kom pak frikë me të kallëzu drejt kështu. Nështë ma herët i kisha hongër këtë fore, po që tash... Qa do me thënë do e kisha ngrën këtë fore? E kisha ma herët, po thëmë, për shembull nëse më kisha ardhur mundësia njetë, që është nështë vështirë më orë, po nëse më kisha mundësia, unë kisha thonë po. Kisha thonë momit baj, shkova në Amerikun, kallosh mirë qa. Tani ke filtra? Tash kom filtra. Menoj që edhe me ato duhet me dalë njerë mund njoftu. Djali me qikën. Jo për najsen, po... është shumë emën i madhe dhe është shumë përgjithësi e madhe dhe është e pa mundur pak. Jo, së shfar e pa mundur, madje Justin Bieber, I have to say you that we have a wonderful super pop star here. And yes, she loves you. Yeah, I always loved him. And I always will. Sa bukur. Na përshë që më morë dhe goja, ja njësa me përfizu. Jo, si kur prej këti inspirit ndodhi në një gjë në të ardhmen dhe të ndodhi përsëri një follow i vërtet, jo thjesht në social media, po një në reale. Po, të ka manifestu tajna dhe këto. Jo, do më kumbar, pastaj, unë do vit ju celebroj. Që bëjde eventin, ma djetë, lutëm. U kry kja punë, vish ka met. Hailey Bieber nuk duam të dajmë nga buris e dim që keni një dashuri shumë bukur. Good luck for you guys, por...
portat e universit janë gjithmonë të hapura. Zoti që ta ka shkru. Dhe gjatë dating life si do ishte për Tajnen? Nëse Justin Bieber do të ftonte në një date romantik, megjithëse që çika dhe djali duhet njen alketa, s'ka kështu direkt. Po do të më njoft, po tash do të di valloj se ko menu më ti kit punë pse jam kon klas 8. S'di ça më thon, më mirë mos ta menoj shumë mos ti hi filli se mos piani si me lujt. Seks mbas sa kohësh duhet ndodhi në një raport mbas një dating period që kalon çdo marrëdhënie? Po menoj që mas një kohë kur dy të dini që e dalin njëri tjetrën. Mendon ti që e kupton që moment të parë, që në takim të parë këtë, apo? Nuk e di se nuk e kam përjetu. S'ka ndodhur më dashuria ka fjalën e dashuria. Po te dashuria. Edhe nuk e di. Ndoshta mundet me ndodh për shembull pjetave të kalume jo njoft ata dy, që e përmeni jetën e kalume dhe tash është shpirti binjak edhe ndoshta është e vërtetë edhe dashuria që kem po. Nuk e di se s'kam eksperiencë shumë. Shumë njerëz thonë që për dashurinë gjithçka do bëja, gjithçka do jep, janë hënë do shkoja. Nuk e di se sa je pro ides që në dashuri po duhet sakrifikosh nga vetja. Po, duhet të bësh çmendurira. Po, nëse e ki për dashuri romantike, unë mendoj që dashurin përgjithësi, dashurin për prindin, dashurin për shoqnin, dashurin për njerëzit që po ashtu dojnë, të vlerësojnë, të respektojnë, të ndihmojnë, duhet gjithmonë me pas, është e vërtet. Pa dashuri nuk ka kuptim kurrë. Jo në atë aspektin romantik që tash imagjinar, që nuk besoj që është deri në atë pikë, po në atë aspektin njerëzor. Mendoj që dashuria është shumë e rëndësishme në çdo lloj formati. Është sakrificë dashuria? Është sakrificë, ka një herë ose duhet të jetë sakrificë? Çdo sen që është madhështor, mendoj që do sakrificë, edhe sukseset, edhe dashuria, edhe gjithçka. Pak sakrificë, pak pa sakrifiku diçka nuk mundesh me marr diçka të madhe, kështu që edhe dashuria do sakrificë. Të kanë tradhtuar në jetë? Po. Kanë tradhtuar. Menaxherja jote më tha që kur i bëra pyetjen si funksionon mes jush, sa mirë që gjërat po ecin mirë, se kam tradhtuar kur tha. Edhe besimi është ai që i mban raportet. Njemi që fëmijë edhe ishte një përcaktim i bukur i asaj që mban në fakt në këmbë raportet. Të tradhtojnë sot në punë, në dashuri, në miqësi. Po, gjithandej, mendoj që bile fatkeqësisht kohëve të fundit u bë si norm, kështu më kon jo i sinqert, më kon manipulus për me mrri diçka, më kon pak dinak, po menoj njerëzit që qashtu mrrin jetë. Unë nuk menoj që me asi sen e mrrin jetë, menoj që karma ekziston, edhe çdo sen sa do i vogël që mundesh me bo që menon ti që është i padamshëm, se veç pe bëj për me mrri diçka, edhe ajo ka më të kthy. Edhe mu kanë kthy shumë sene, për shembull, nëse kom fol keq na herë për dikon, dikush ka fol njëtin sen për mu. Edhe kjo është karma. Do të thonë çdo sen që e bën është karma, kështu që duhet me pas shumë kujdes ç'është po sillesh edhe çka po menon edhe çka po fol. Është pjesë e rrugtimit tonë në jetë që vetë na thyet zemra ndonjëherë, ty të shthyer zemra apo mund ta shmangësh këtë? Se jo gjithmonë jemi kaq të ditur dhe kemi të gjithë instrumentet dhe përvojën dhe mençurinë e jetës për ta mbrojtur zemrën tonë. Ndonjëherë na thyet edhe kështu aksidentalisht. E vërtet, thehet zemra më shumë kur ja lejon vetes me ta thy zemrën. Sa ja u lejon njerëzve që ashtë ta bojnë. Po momentin kur nuk je i vetëdijshëm edhe je i bresht, je naiv, je ndoshta në fillim të në rini, edhe je ma vulnerabël, edhe je ma i hapur, ki ma shumë predispozita për mu lëndu. Po menoj që çdo njeri ka për detyrë mu lëndu, në fakt njetë, se qashtu rritesh, qashtu mësohesh, qashtu vështirësit njetë ma shumë të rriten se momentet e mira. Momentet e mira mujnë me ta ushqy egon shumë, edhe delirin, për që ato duhet me pas balans, edhe me të thy zemra në i herë është bukur, se mund është me kriju shumë senet bukura për saj. Mund të krijosh dhe një version më të mirë të vetes tënde, se zemërthyesit janë bashkëudhëtarët tanë në paralele të tjera, apo jo? Gjithçka kanë kriju njerëzit për zemrës thyer, do me thonë ka histori pa fund në botë që kanë ndodhur ever, që prej zemrës thyer kanë ndërtu njerëzit sukseset mëdhaja. Si delti nga jo dhoma erët pa dritë në dritë, kur lëndohesh, kur të dhëm zemra? Mundona mos mi besu mendimeve të mia. Bukur. Mendimet negative nuk mundesh mi nal kaniherë, se ta takojnë, po mundona mos mi u besu, edhe pse vazhdojnë, edhe pse foljen, mundona mos mi besu, se gjithmonë është një entitet mbrana trunit tonë, ose i frikës, ose i pasigurisë, ose i nevojës, ose
çfarë do lloj emocioni me frekuencë të ulët që mundesh me pas, që nuk është joti, edhe nëse ti beson atij mendimi, atëherë jenë qatë domën e ertë të vogël. Produkti atij mendimi, po. Cila është vepra apo akti më i bukur i dashurisë që dikush ka bërë për ty? Më kanë lind prend. Do me thonë, prej dashurisë tyre, unë ekzistoj. Kështu që kjo është menoj s'ka akt më të bukur se kjo. Ti je vajzë vetme? Po. E ke pas nevojën që të kesh një motor ose një vlla? Jo. Me të kallëzu drejt jo. Je ndjerë privilegjuar. Se jam kon shumë e kënaqur me hapësirën tem. Jam pak person kështu që kam nevojë për hapësirën tem, mos më pengu shumë njerëz. Gjithmonë kam pas botën tem, kam knu me një dhomë, kam kriju, jam shel vetë me një dhomë. Kam pas gjithmonë nevojë për ato temën. Edhe menoj që nuk kam pas nevojë se edhe zdi ka njëherë menoj që tu i pas sot që ka po ndodh, ka njëherë vllaznit e motrat që nuk po foljen me veti, po thëmë shqyqër që nuk e kam se ku me di që kish ndodh. Kish mujt me pas nëjë konflikt i panevojshëm. Kështu që jam në rregull, shumë mirë, këtë dashurin e vëmendjen edhe fokusin e kom marrë për prindve unë, edhe për këtë familjes gjithmonë, kështu që pse kom muanku, nuk kam se muanku, kom shoqe tash për shembull Rina, që është si motor, kështu që në rregull jam. Një video emocionuese shumë e bukur që kam parë në rrjetet digjitale, ti që i dhuron nënës tënde një makinë. Prindrit na japin jetën, na japin dashurinë, na japin vlerat, na japin kur jemi të vegjël, lodrat, librat, kujdesin e tyre, orientimin për të bërë gjërat e duhura në jetë. Pastaj kthehet ndryshe historia, edhe ne bëhemi streha e tyre. Ata bëhen fëmijët dhe ne bëhemi ata që duhet t'i mbrojmë. Ndonjëherë bëhemi dhe streha atyre financiare. Si ndihesh ti sot që je e pushtetshme, famshme, suksesshme, prodhon dhe të ardhur edhe mirëqenie që ke mundësi t'ju japësh atyre, atë copës bote që ata ndoshta s'ja dhan dot dikur. Këtë dëshirat më janë plotsu prindve. Se është ndryshe, për shembull më janë plotsu fëmijëve dëshirat krejt, se i lasdron shumë, po është ndryshe më janë plotsu dëshirat njerëzve që veç janë tritun edhe i kuptojnë senët. Sidomos njerëzve që kanë bërë shumë për ty, njerëzve që të kanë bo atë njeri, që të kanë formësuar atë njerin që je, edhe që kanë sakrifikuar atë shumë për ty, edhe pse nuk ja kemi borxh. Menoj që fëmia kur si ka borxh prindet, se në fund ditës ata kanë dashur me lind fëmin, po prapë se pra fëmia një detyrim, se është dashuria e parë prindi. Edhe e një detyrim, një obligim, një dëshirë për mi gëzu. Edhe menoj që njëna pi arsyeve më të mëdha që njeri rrin jetë është për mi bo krenar prindit, që ajo të shtyn shumë përpara. Edhe që ajo të jep motiv. Edhe menoj që unë e kom mri këto, edhe gjithmonë jam shumë sartë më kujtohet, jam shumë rinjose dhe falenderuese që kom rri mi bo krenar edhe kom rri mi bo të lumtur me çka kom ndorë une. Je shëmbullore, o Tajna. U shtofshin vajzat si ti, do thoja unë. Faleminderit shumë. Një tjetër detaj që më ka mbetur mua në mendje është që ti 23 vjeç i dhurove familjes tënde një shtëpi. Prandaj them që ne të dyja kemi diçka të bashkët. Se të njëjtën që kam bërë unë. Apo? Yes. I dhurova mamit dhe vllajt një shtëpi. Isha 20 vjeç vetëm. Po. Sa nice. Si u ndjeve ti? Se ka shumë lloj strehash që ne mund t'u japim prindërve. Para është dashuria, e dyta është koha, vëmendja, se s'kemi kohë kur itemi për prindrit. Dhe pastaj e treta është mundësia për të dhënë një jetë mirë, për të dhënë shtëpinë, për të dhënë një pushim, një dhuratë, një jetë më të mirë. Po, e vërtet, jom një shumë e lumtur se ata më kanë përkohë shumë, edhe u konë si një lloj falenderimi, edhe pse babi u konë shumë në dashuri me shtëpinë e vjetër, ka dashur shumë. Edhe ka pas shumë të shtirë me lonë me shku, ama prapë kom dasht mja kriju një ambient si simbol për krejt ato simbolik, për krejt ato sene sakrifica që i kanë bu për mua dhe ata tash jetojnë ma shumë ata aty se unë që shkoj fatkeqësisht se s'kom kohë kisha pas që me pas ma shumë kohë, po mendoj që i kanë këtë kushtet edhe është perfect living their best lives, edhe që kjo është me rëndësi për mu, kur ata janë mirë, unë jam hala ma mirë, kur ata nuk janë mirë, unë nuk më fokusu në kur gjë tjetër 100%. Ata janë pika, jam adopt, do me thonë me ata mbin poshtë me mësime spirituale, me meditime, me krejt, kur bëhet fjalë për ta, se është temë shumë e ndihshme, është njerëz që i njoh mas shumë të jetë.
një nga gjërat që më ka bërë përshtypje është për shembull statusi që bëre për Mimoza Ahmetin, edhe the kjo grumu si ke thënë, kjo grumu ka boj spirin kur të rritna mundësisht du mu bo si moza, e du. Kështu ke shkruajtur apo jo? Është e vërtetë. Si tingëllon dialekti kosovar në gjuhën time? Po shumë mirë. Shumë mirë. Ujën pak e ke intensive, kështu si shumë. Po mirë. Okej. Pak më e butë. E du. Mirë, po mirë. E du. Dhe ju thoni ashtu, no. E du, mor, e du. Po. E du atë mina. Po dhe e du pëlqen, e du sikur ka më shumë fuqi. Moza, në fakt, për një me kena pas shumë nevoj me po një karakter të tillë me na pushtu mediat. Se tash për tash, nuk e di fatkesisht apo fatmirësisht, formatit që po t'jep mas shumë t'i hapësirë për mu po, janë reality shows. Se njerëz po kanë qef mu lidh nështë me njerëzit, me gjetë vetën në përjetimet e njerëzve tjerë që i shohin televizor, edhe kjo pi bën mu lidh ma shumë. Edhe Moza mendoj që është shembull shumë pozitiv që ka shku në atë format edhe u kohën e duhur, m'ju kallëzu njerëzve që nuk është e domosdoshme me kon negativ, me kon manipulus, ose mu përla, me bo drama, për me mrin jetë edhe me fitu një format, ose me fitu diçka. Mund është më konë edhe njeri pozitiv, mund është më konë njeri i festës, njeri që këndon, njeri që është i lirë. Moza është një paradoks, mund pëlqen shumë paradokset. Do me thonë, është edhe një njeri shumë i thellë, po është edhe një njeri që ka fëmin brenda vetës gjallë në atë moshë që e ka. Edhe kjo për mua është shumë inspiruese. Do me thonë është i ka të dyjat. Edhe unë i kam nështë dy senet ndryshme që janë me njëna tjetrën. Edhe njerëz të tillë më pëlqejnë shumë edhe më inspirojnë shumë. Edhe zakonisht thonë që çka shet e tjetri që të pëlqen, e ki edhe ti vetë qatë atribut. Edhe nëse nuk e ki hala, ti ki potencial me zhvillu qatë atribut. Edhe menoj që tu i pëlqy krejt njerëzve shqiptarve Moza, menoj që edhe ata penin që e kanë qatë pozitivitet, nështë anë kitë vorbull negativ që është të ndodhë, ose këtë vështirësit e jetës, edhe ata prapë pavarësisht vështirësive, mujnë me konë qaj person si Moza, që është e lirë, e dashur, gjithmonë e gëzuar, edhe ku me ditë qysh me provokute, ajo nuk reagon normal, nështë edhe ja ka një, po bohët kishe nuk ja një. Do me thonë është shembull shumë i mirë për shoqërinë tonë, mendoj. A ka raste kur lodhesh nga tajna dhe do të kthesh tek Dorontina? Po edhe unë e balancoj shumë mirë këtë sen, se mundona me marrë kohë për veten, mundona shumë me marrë kohë kur kam nevojë, mos me ngarku shumë veten kur e shoh që nuk muj me marrë ma shumë sene përgjithësi. Edhe e balancoj se udhtoj shumë. Udhtimet menoj që më nimojnë tepër për mu kthyn vetvete, se jo gjithku në botë të njohin njerëzit edhe të vinë, për shembull, me bo foto ose diçka, ose të je lirë. Për shembull, kur në Amerikë kur shkojsha, unë isha si Hannah Montana. Thësha, në Kosovë jam Hannah Montana, këtu jam Miley, edhe nuk po mje kërkosh. Edhe isha e lirë, unë isha shumë e lirë. Edhe në fakt, kjo liri më inspiron shumë. Ne pas të dy anë, po edhe si tajna nuk është që më pengon shumë, se më pëlqen me të thonë drejtën, fama, më pëlqen suksesi, më pëlqen vëmendja, më pëlqen me mangu njerëz muzikën edhe me ma validu. Pse jo? Kur flet me tajnën e vogël, me Dorontinën e vogël, your inner child, çfarë do t'i thoje sot? Ose çfarë i thua sot? Besoj që je shumë e ashpër me veten tënde të vogël, jo. Jo, jam shumë e butë. Bile jo munu shumë me reparent myself, kështu. Edhe menoj që vetja ime e vogël ka pas shumë vetbesim. Edhe a i kisha thonë që vëq mire ki pas. Qashtu që jetu thonë ti, ka mu bo. Gjitho sen që jetu e thonë edhe të ndru, ka me ndodhë. Dhe kështu ndodhi. Ke ndonjë parashikim për të ardhmen që mos presim gjatë ta dim të gëzojmë dhe neve, apo? Unë që ka veç dëshira jame për të ardhmen është me përballu. Me pas forcën edhe fuqin edhe pranimin e jetës, me edhe mësimeve të veta. Është publikuar kënga jote e re, një klip i xhiruar në Barcelonë, kemi hitin e verës në xhep, do ta vëmë në varka, do ta vëmë në Beach Club, do kënaqemi shumë bukur. Jashtëzakonisht bukur, do të thënë shija jote ka arritur në nivele shumë të denja për të qenë the next
Bad Bunny. Ajde inshallah. Debitiraj mas tonë. Po konga ka dalë, mundona muzikën me bo me të çu diku tjetër, me ta jap një vibe që nuk je këto, je diku ma mirë. Çat ndjen mendoj që ka me përçu edhe albumi, ka shumë lloje të zhanreve të ndryshme, edhe çdo kongë të çon diku tjetër, edhe duket në fund të albumit, fund të rrugtimit se ke udhëtuar krejt botën. E vërtet. Edhe tash mund me bo pre-save para se me dal, me 8 maj del, edhe me nxi po pres me ndo me njerëzit, se për një me e du shumë. Jo që e kom bo personalisht, po shumë çdo kongë kom dhonë maksimumin, çdo detaj është i mendum, bile ka edhe kongë që janë frekuencë me ta qetësu sistemin nervor. Do me thonë është konga e fundit, është kongë spoili pak, është pak ka elemente tradicionale, ka elemente jazzit, bossa novës, po edhe spirituale. Kështu që kom dasht këtë albumi me përshkru që thash që ato emocionet e mia, edhe egon, edhe shpirtërorën, edhe krenarin, edhe gëzimin, edhe dhimbjen, edhe zemrën e thyer, çdo emocion që e ka njeri. Tamam është si një zhvillim personal, këtë emocionet që i përjeton gjatë çasaj kohe, janë në album. Kur bëhet një album, patjetër qëllimi i parë është të bësh muzikë të mirë, apo jo të prekësh sa më shumë zemra njerëzish dhe këngat të bëhen hit. Sa e rëndësishme është për ty të bësh muzikë të mirë dhe nga ana tjetër të prodhosh numra, dhe këto numra si maten, si shihet suksesi një albumi sot? Ku matet, në cilën platformë? Po në Spotify për momentin ma shumë, se ma shumë njerëzit po ngojnë muzikë se që pe këqyrin, edhe se që pe këqyrin klipin është fjalla, edhe në koncerte kur taknojnë kongën të gjithë. Po ashtu edhe TikTok paka shumë me videot që i bojnë njerëzit edhe interesimi njerëzve për me bo video me kongë tone. Po ka njëherë janë do kongë që janë veç për statement, për me kallëzu që unë jam artiste edhe kjo është ajo që ka njerëz do me thonë domosdoshmërisht krejt kongët me kon hite. Unë kongë që i bëj, unë i pëlqej kongët e mia, nuk i bëj kongët se kjo kongë ka mu bo hit. Unë e bëj kongën se më pëlqen mu, tani ajo bot hit. Do me thonë është win-win situation at the end of the day. Do me thonë, nuk është ky synimi jam i parë. Normalisht që gjithmonë kemi dëshirë me na dhez kongët të gjithë. Edhe me na validu se ton ky mund duhet me të validu pak. Po, me rëndësi është funditës me mos mu dorëzu edhe me kriju gjithsesi, prapse, nuk do t'i ketë gjithmonë numrat e njëjtë. Edhe që ajo e dalon liderin për viktimës, në fakt, se ti munësh, sistemi nervor e dalon një artist që munët me qëndru, edhe një artist që dorëzohet. Këtë është e sistemi nervor. Unë mundona shumë, mos mu fokusu shumë numra. Kom qef, dëshira është aty, po mundona mos me pas primare. Primare me kon ndjenja dhe emocioni që unë e përqaj në muzikë. Cili është kanali që sjell më shumë të ardhurat, ajna jam kurioze të di? Spotify, monetizohet apo jo? Po, të gjitha monetizohen, po Spotify paguhet më shumë. Super. Investim për jetën. Gjithkohës sjell të ardhura si kënga. Po sjell të ardhura, po ka edhe investime goxha, kështu që se njerëz menojnë që na veç po marrim, po na për me bëni klip, për me bëni kongë, për me bë veshjet, make-upi, kjo tjetra, ajo tjetra. Shumë ka investime, edhe në fund ditës ka njëherë ka ma shumë investime se fitime, po dashuria për muzikën të shtin me vazhdu prap tutje. Cili ka qenë momenti më i bukur i performancave të tua përpara cilit publik, në cilin shtet? Ai që quhet the crowd, ku ka qenë më vibrant për ty edhe ti vërtet ke thënë, wow, kjo ndodhi? Fillim të karrierës, kam disa momente se nuk muj me do veç një moment. Nështë isha qëta që po më kujtohen për momenti që jena të folë këtë tim, po më kujtohet një koncert që e kom pas për 8 mars në Zvicër, në Cyre, që u konë me gjitha goca, gjitha moshave, prej dvogla deri të më shume. Vetëm vajza, djem nuk pranohesh, no? Veç vajza, për 8 mars. Edhe ka pos qatë shumë vajza, sa që doj keme ra edhe tavani pi bërtimës tyne. Qatë shumë u konë energjia ma dhe bërtit shenë kongë t'i kanë ditë, ato kanë knu, s'këm pas nevoj me knu heq aty. Veç ato kanë knu, edhe u konë një hera parë në skenë që më ka ardhë me kajtë, pi energjisë
madhe që u kon aty. Edhe tani momenti tjetër u kon Londër para pandemisë, më ishin koncertet tepër të mira, edhe aty u kon një emocion i veçantë, po ashtu edhe në Sunny Hill, Duna me Sek që u kon një emocion. Sunny Hill herën e dytë, edhe herën e parë, po herën e parë i kom pas veç 2 kong, herën e dytë jam përgatit me band, me valtar, me këndim live, edhe gjithçka u kon shumë madhështore, edhe jam një ma ndryshe, se është edhe skena ma ndryshe, edhe u kon për një me në si skena një është artist për një me. Edhe për Fashion Week kom shku në Cavalli Club në Milano, edhe u kon tepër awkward fillim se e disha që ata nuk janë shqiptar, edhe unë tash duna me folja anglisht me publikon, edhe tash unë thësha që mi thonë këtëre, put your hands up, ose are you ready to party? Adin të qysh pak awkward mu doke, ose do të thësha mos po dal cringe, adin se të qysh u kon hera parë, thësha a me din kong ta, s'me din as kong, më këshyren vës si huta. Italian me si aj u lëshuan, në? Po edhe Fashion Week, nuk ka pas veç italian, jën kon ndërkombëtar. Edhe nese dola aty, edhe ja nisën ata ketë mi knu kongë, sidomos si ajën edhe obsesionin e kanë knu tepër shumë. Edhe mas ne i thash, okej, nuk ke qaq vështirë sa menova, muj me bo prapë. Herën tjetër ku shkoj, jam ma përgadit, ne. Do ikim tani për Prishtinë se vajti vonë? Do nisemi? Ikim. Do bëjmë një copë rrugë e bashkë, ta dëgjoj një njerë me ty, makinësët kam dëgju kaq shumë këto 2 vitet e fundit në atë si aj, sa të paktën njerë ta kem privilegjin jetë që ta kem këngëtaren e këngës në të djatën time. Passenger-sit. Të falenderoj shumë që ishe këtu në këtë podcast dhe që më zgjodhe mua për të thënë gjithë të reja të bukura për albumin. Shumë faleminderit Tajna. Vlerësoj shumë për punën, për gruan që je, gruan e fuqishme, inspiruese, edhe të uroj kretë më të mirat e botës. Miru takofshim bashk, duke të falenderuar shumë në Afrikë. That's our place. Shpresoj që the stars that we count will align. Will align, definitely. Të dua shumë dhe të falenderoj shumë. Je jo vetëm një superstar, po je një super vajzë, super Dorontina, super Tajna. Thank you. Thank you. Falenderit shumë. Jemi gati për të nisë të Amonis. Nisemi gati dhe gjo. Po ndodhë më në fund që në orët e vona të natës Alketa nuk do rrotullohet në Tiranë vetëm duke dëgjuar si ai, po do ketë vetë autoren, këngëtaren, tekstshkruesen e kësaj këngë. Është vetë ajo. Dorontina dora vet. Çka ka Tirana që s'ka Prishtina? Energjin ma ndryshe e ka, ma tropikale, edhe mjep ma shumë energji pozitive. Nështë ta që e ka detin ofër edhe jam shumë njerit që më qëtësën uji edhe deti. E besoj që për që të arsye Nina dyqysh ma, nështë edhe që mësohësht e një ven, pak tani të bëhet bajat, e kur shkon diku tjetër, edhe që është pak si ngjajshëm, po është ndryshe, edhe të pëlqen. Po e kemi atë shpirtin ekzotik këtu, si në zemër të mesdheu të qemi, apo jo? E vërtet, është, e keni venin fantastik, jam do me thonë në dashuri me Shqipërinë, kështu më përgjithësi, prej e vogël edhe babi më ka ushqysh shumë me qëtë dashurinë për Shqipërinë, gjithmonë ta i ke, nuk ka ven ma të bukur në botë. Edhe unë me qatë mandësi më rritë edhe halo mendoj që ka pas drejt, do me thonë, edhe kur kam udhëtu në venet ndryshme të botës prap se prap, mendoj që energjia që është këto në Shqipni nuk është kërku. A vjen jug të Shqipërisë se kemi atë deta ishtë bukur, vjen pëlqen? Po, shumë pëlqen, është deti ma i bukur edhe deti me energjin ma të pastër edhe ma paqe, frekuencën e paqes e ka në Evropë, mendoj. Si shpjegohet kjo këngë tani, që është një gjuhë universale që s'ka komb e shtet që nuk e kënon e nuk e pëlqen? Nuk shpjegohet, veç ndjehet, shijohet. Sa bukur muzika. Si na tani. Ja. Muzika pa u kuptu gjua, ndjehet. A të vjen në mend që me kujtu, a mjereni na jermu, do këtë kom hupën si këtu, a kiven zemër me mstrehu. Din kur një, ta se kur s'nja, firën kanë tonë mos i besa, se kom di që s'legur që unë besova, të në ty besova, këton që s'jam si aj, po njejtu nuk rëndova. Këton që nuk je si aj, dolej më zi se aj, këton që m'ljendan si aj, këton që nuk je si aj, dolej më zi se aj, këton që m'ljendan si aj,
dëshira nga Vinicius që këto këngë ta këndoj me me vetë Tajnën. Kjo kënga është shumë si liberating për mua. Sa jam e mërzitur ose jam e lodhur, po edhe kur jam e gëzuar. Flasim pak për këngën e re neve tani? Po. Kënga e re është xhiruar videoklipin në Barcelona, po jo? Në Barcelonë u regjistru, në Berlin u incizu konga, ndërsa klipi u xhiru në Barcelonë. E ka shumë energjinë e Berlinit. Bile, janë do kongë, shtu në vende ndryshme që njihen ma mirë. Për shembull, në Paris, kur e kom nguqit kongë që venan, ma ka doni ndjenjë shtu paka shumë si ai, po është një energji tjetër, është po aq e fuqishme, po është pak ma ndryshe, po prap ta jep një farë energjie. Edhe në vende ndryshme, njihet ndryshe. Si quhet kënga e re? Konga e re quhet Vena. Vena, si gjaku që shkon Vena? Si Vera. Ah, si Vera, mendova si Venat ku shkon gjaku. Jo, unë tham, unë edhe Vena, unë edhe Vera, njëjtin vend sot, po du sonte ti mu deh në mu. Unë edhe Vena, njëjtin hall sot, zbrast, ti na ke harxhu. Ua, sa seksi që ka ky tekst, më Tajna. Super, ë? Nga e dehun jam e në xhmi pagarushës, shkojmë te Vena e Tajnës. Shumë bukur. Sa në i gotë vere ka shumë vërteta. E vërtet, në fakt e kom marrë si metaforë me partnerin me atë energjinë maskullore. E kom krahasu në tërë këngën. Ti je njëri koktejlesh apo të pëlqen vera dhe shampanja më shumë? Koktejlesh. Kush është koktejlesh? Vena është eksi. Eksi është Vena. Tash pi koktejle. Cili është koktejli që identifikon Tajnën, ta dimë që kur shkojmë Më pëlqen më shumë Kozmopolitan. Kozmopolitan, okay. Kozmopolitan. Do ta porosis nesër në Barcelonë dhe do të pëlqen se koktejlet nuk e kanë shijen e alkoolit, unë s'pi shumë alkool. Po koktejlet nuk e kanë shijen e alkoolit edhe të bojnë kështu pak tipsi. Domethënë tamam, nuk është që del pi jashtë për kontrollës. Kjo është Vena. Po, Vena. Ai nuk ka si me kurtis E të që ndan e që bestis Du me bestis Trupi edhe truni vesh me ty për mbullet haj Si gustoni e mi kushta ka t'keton që ashton t'maj Tash për se me ven për eron se po lipi faj Tretën se ke që e asja kitin prandaj Zemrën qele, veç për mu zemrën qele. Shumë bukur, ele zemrën qele, veç për mu zemrën qele. Po. Shumë tekst shumë keqi, me njerë të fiksohet, Midnight in Tirana, njerëzit kanë bë, Woody Allen ka bë Midnight in Paris, Alketa dhe Tajna po bëjnë Midnight in Tirana. Unë do t'i vë tani syzet jo për snobizëm, po sepse nuk i di shkëlqy shumë tekstet e këngëve. Edhe vajti, edhe bashkë për makinjën të këngë. Po duke të ru shumë suksese për këngën e re, Vena, që do jetë një
këngë që do performoj shumë mirë këtë verë, jam e sigurt të uroj që të jetë një super Faleminderit. hit. Do jetë, diskutohet. Navigator dhe DJ sot kemi Alketa Vesion, e cila është shumë e lumtur që ka Tajnën në makinë dhe po bën një seksion road trip with Tanja me shumë lezet. Njerëzit pinë kamomil në këtë orë, unë dhe Tajna jemi Në dhe neve ka një kamomil. Na kish bëha mirë që ta. Magnes. Edhe kjo është shumë e bukur. Ahí está, para hacerme segura. Se beshkeli gjagjen me biciklet. Ty pëlqen kjo tortur, ku ti shkon edhe kthehesh Semra e jotja më menën e kom da Deri sot kom prit, ka thom ti edhe sa S'kia moj me duru, mos e kom duru që sa E ti s'kendru hajla që sa Koncerte recital të Tajnës në makinë, jam pasagjerja sot. Ahí está, para hacerme so era par Ti vjen si te Që se ma farë shtu nuk me hecë më ndoket po. Hapim kraun, se ti ke gjitha rrugë gjatë për të bërë. Falenderit shumë. Faleminderit edhe ty gjithashtu, jena kënaqur shumë. I love you. Edhe të uroj. Ka shku shpejt. Të numërosh sa më shumë mira. Amin, gjithashtu faleminderit shumë. Edhe ca pare për të bënë ëndrat e mëdha, realitet, ëndrat e mëdha. Të numërohet. Duhet të numërosh dhe paret. Ej, shumë love për ty. Faleminderit shumë. Love you. Ciao, shpirt. Faleminderit shumë. Ky program u mundësua nga SPO Oil dhe Megatech.